edhe nga bota. Bujar, përshëndetje. Përshëndetje, Gjeneta. Kënaqësi të kem virtualisht në studio, një lajm i mirë në fushën e shëndetësisë, një lajm që në fakt ka me dekada, jo vetëm vite, me dekada që po pritet që të kemi një trajtim, më në fund të dalë dikush dhe të na thotë që shiko se kemi një ilaç ose një kur për trajtimin e kancerit, ose të paktën jemi në rrugën e dur për zbulimin e atij ilaçi, dhe më duket se kemi lajme të mira, kemi një shpresë në këtë drejtim. Si është situata? Çfarë kemi të reja konkretisht? Po, Gjeneta, fillimisht po duhet të kërkoj falje se po paraqitna prej veturës, po më dasht me ardhë me punë në qendrën klinike universitare të Kosovës, aty ku ne shpesh takohemi me punë për shkak të problemeve që i ka shëndetësia në Kosovë. Sa i përket ilaçit të ri, faktikisht është lajmet që kanë ardhur të ditë të fundit janë shumë shpresdhënëse për pacientët me kancer. Faktikisht po flasim për produktin amivantamab, i cili ka qenë edhe më herët, edhe vitin e kaluar, është një ilaç i cili është aprovu tashmë për disa raste, disa indikacione tek pacientët me sëmundje të kancerit në mushkëri. Pra e ka marrë miratimin dhe ka pasur, me thënë, efekte shumë të mëdha dhe shumë pozitive tek pacientët me disa indikacione tek kanceri i mushkërive, pra jo të gjitha, sepse ka, si me thënë, janë shumë specifike dhe ka dallojnë rasti prej rastit, ndërsa tash hulumtuesit, shkencëtarët kanë bërë testime, prova klinike tek pacientët me sëmundjet kancerit në kokë dhe qafë, edhe në 15 raste, sipas hulumtimeve, ka rezultuar që tumori është shkri plotësisht, është zhdu plotësisht. Tashmë këto rezultate të provave klinike janë dorëzuar në FDA, në Agjencinë Amerikane të Barnave, dhe pritet shqyrtimi dhe analizimi i tyre, dhe sipas parashikimeve mund të ketë një aprovim deri në fund vitit, eventualisht në fillim të vitit të ardhshëm, aprovim të këtij ilaçi për përdorim masiv, për përdorim të gjerë. Pra, akoma jemi në këto fazat testuese, por që duket që është shpresë dhënëse dhe mund të më në fund kemi të paktën një medikament që mund të arrijmë për trajtimin e kancerit. Po, është një ilaç krejtësisht i ri prej atyre që janë testuar deri më tani dhe që janë në përdorim. Është një terapi biologjike, cila i bllokon ato qelizat kancerogjene dhe të njëjtën kohë si më thënë, e nxit sistemin imunitar me luftu qelizat kancerogjene. Pra edhe efektet tek pacienti janë shumë të mira, janë shumë të lehta se sa në krahasim me ato terapi tradicionale, me kimioterapi, të cilat janë shumë të mundimshme të pacientët, por që edhe shumë të kushtueshme në fakt. Po, patjetër që po, janë shumë të kushtueshme. Ka shpresë për pacientët, hulumtimet janë zgjeruar, janë duke u bërë edhe për lloje të tjera të kancerit të zorës trashë, stomakut. Pra ka shpresë, më thonë, për gjitha llojet e kancerit, por duhet me theksu që gjitha këto janë ende në fazat të provave klinike, ende nuk janë të miratume nëse mund të ketë përdorim të gjerë apo jo, sepse unë kam pas edhe dje edhe një video në Facebook edhe kam pranuar tepër shumë pyetje prej pacientëve se ku mund ta gjejnë, ku mund ta blejnë këtë ilaç. Pra ende nuk po flasim për një ilaç i cili është i qasshëm për pacientët. Pritet miratimi për organizatave ndërkombëtare në FDA në Amerikë dhe po ashtu edhe Agjencisë së Barnave në Evropë, pastaj mund të përdoret dhe të jetë i qasshëm për pacientët. Edhe kur të aprovohet prej këtyre organizatave, gjithashtu vjen edhe një aprovim prej Agjencisë së Barnave produkteve medicinale në Kosovë dhe sigurisht vendosja e atij ilaçi në listën esenciale, pra janë disa procedura derisa të mund të jetë i qasshëm për pacientët, dhe gjithashtu që është e rëndësishme është se këto ilaçe, këto produkte përdoren ekskluzivisht, administrohen ekskluzivisht në spitale, në klinikën e onkologjisë në QKK,
pra nuk do t'jenë, si me thonë, ilaqe cilat do të mund të përdoren individualisht të blerë në banatore. Të administruan nga vetë pacientët, të blerë në banatore, pra do t'jenë ilaqe cilat do të mund të merren vetëm në spital. Bujar, do doja të pyesja edhe diçka nëse normalisht keni informacione, sepse e di që vazhdimisht hulumtoni në fushën e shëndetësisë, ajo që përpos një ilaçi pra për trajtimin e kësaj problematike, kësaj smundje shumë të rëndë, çfarë presim si njerëz janë edhe vaksina. Gjithmonë është diskutuar që a do të ketë ndonjëherë ndoshta edhe një vaksinë kundër kancerit. Vetmja vaksinë që e kemi në fakt kundër një lloji të kancerit është vaksina kundër kancerit të qafës së mitrës, sepse e dim që është një lloj bakterie i cili mund të shkaktojë në të ardhmen pra këtë lloj kanceri dhe është një vaksinë që tashmë ka filluar të administrohet në vendin tonë edhe në mosha të hershme nga 15-16 vjeç për vajzat cilat mund ta marrin këtë vaksinë, e që është vaksinë parandaluese pra kundër kancerit të qafës së mitrës. Kemi zhvillime sa i përket ndoshta edhe hulumtimit apo krijimit të një vaksine, apo ndoshta fokusi është aktualisht i pozicionuar në gjetjen e një ilaçi, një kure për trajtimin e kancerit? Faktikisht ka shumë hulumtime dhe testime që bëhen edhe për vaksina. Në rastin që e përmendë ti, vaksina HPV është vaksina kundër human papilloma virusit, i cili është një prej faktorëve kryesor për shfaqjen e kancerit në qafën e mitrës. Dhe kjo vaksinë ka ndikuar që në disa vende të zhvilluara nëpër botë zhduket plotësisht smundja e kancerit të qafës së mitrës. Pra kanë 0 raste në kancer të qafës së mitrës tek gratë. Dhe po ashtu edhe nëse kanë raste shumë të lehta dhe nuk janë me rrezikshmëri për jetën e grave. Fatmirësisht që kjo vaksinë tashmë gjendet edhe në Kosovë dhe është duke u administruar tek kryesisht tek vajzat, ka filluar edhe tek djemt, mirë po e rëndësishme është që të administrohet tek vajzat dhe nga kjo paraqitje i bëjthirrje gjithë prindërve që e kanë moshën vajzat e tyre për me i marrë vaksinën kundër HPV-s, ta marrin ata sepse është vaksinë e sigurt, edhe çka është më e rëndësishme e parandalon një prej faktorëve kryesor të kancerit të qafës së mitrës. Dhe unë shpresoj shumë që kemi me pas vaksina të ngjashme edhe për llojet e tjera të kancerit, sepse si më thënë, trajtimi më i mirë është preventiva, Gjeneta. Ne e dim edhe ju vetë jeni marrë shumë me shëndetësi edhe me garame, si më thënë, me analizu sistemin shëndetësor në disa aspekte, edhe investimin në preventiv, qoftë në hulumtime, qoftë në testime klinike, qoftë në zbulime të reja vaksina, por edhe në investimet e shteteve, sikurse rasti i Kosovës në investimin në vaksinën e HPV-s janë të mirëseardhuna, sepse çdo mundësi për me parandaluar një smundje i ka benefitet më të mëdha. Si më thënë, për pacientin është shumë më lehtë, për shtetin është shumë më lehtë sepse e lehtëson barën financiare në krahasim me trajtuar një pacient me kancer është shumë më e madhe bara financiare se sa me bleni vaksinë dhe me parandaluar smundje. Pra, benefitet e vaksinave në përgjithësi janë të jashtëzakonshme dhe në çdo rast që mund të vijë një vaksinë kundër kancerit, do të jetë sigurisht zbulimi i shekullit. Dhe në fakt, ku me qenë se jemi edhe tek vaksinat, kemi edhe lajm të mirë, në fakt edhe unë e vlerësoj të paktën kështu nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, që tashmë është ju bër obligative të gjitha qerteve që fëmijët të sjellin pra edhe kartelin ose verifikimin e vaksinave të marra për shkak të rritjes së rasteve me fruth në vendin tonë, çka besoj që ndoshta edhe mund të ndikojë si masë preventive që fëmijët pra prindërit të vedisohen për të bërë vaksinimin e fëmijëve të tyre kundër fruthit dhe të mos kemi raste të tilla ose më e keqja ndonjë shpërtim të fruthit në vendin tonë, sepse e dim që rrezikun e lartë që ka në shëndetin e fëmijëve. Nuk do doja të
të ndërpres këtë lidhje pa të marrë edhe një mendim për një lajm që erdhi sot në fakt nga shëndetësia në vendin tonë, ku pra kemi pasur një lajm që ka përgatitur edhe ministri i shëndetësisë, që ka njoftuar se ka nisur zbatimi i ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, që ka vlerësuar pra edhe një hap të rëndësishëm, veç se është marrë, pra është miratuar pra sigurimi për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në kuvend, po janë hapa të tërë që duhet të ndërmerren në vazhdimsi dhe si e keni pa në fakt gjithë këtë proces, sa do të na marrë kohë dhe kur fillimisht mund të themi që do t'ja shohim hajrin këtij ligji? Po, Gjeneta, fillimisht du me ndalë pak tek komenti për fruthin. Faktikisht, vaksinimi kundër sëmundjeve ngjitse në Kosovë është i obligueshëm edhe me ligj. Ligji kundër sëmundjeve ngjitse përcakton që prindrit janë të obliguar me i vaksinu fëmijët e tyre me vaksina sipas kalendarit zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Fatkeqësisht ky ligj nuk zbatohet sepse ligji shpreh edhe masa ndaj prindërve që nuk i vaksinojnë fëmijët, mirë po fatkeqësisht njëra prej, si më thonë, mekanizmave ose masave që po përdoret për me në farë mënyrë për me i detyru prindërit me i vaksinu fëmijët janë regjistrimet në kopsh dhe regjistrimet në shkolla, që është një mekanizëm i mirë po ashtu ligji parash edhe masa tjera, e që unë mendoj që do duhet të zbatojë në mënyrë që mos kemi shpërtimet ngjashme me rastet e fruthit, sikur e kishim këto ditë. Sa i përket themelimit të fundit detyrueshëm të kujdesit shëndetësor nga qeveria e Kosovës, Gjeneta, ne kemi pas ligjin për sigurimin shëndetësor prej vitit 2014. Në bazë të atij ligji ka funksionuar edhe një fond i sigurimeve shëndetësore i cili ka qenë themeluar po ashtu nga qeveria e Kosovës në ato vite, por që fatkeqësisht nuk ka funksionuar me kapacitete të plota. Tash është bu ligji i ri për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, dhe në bazë të ligjit është themelu, si më thonë, është rithemelu ky fond i kujdesit të detyrueshëm shëndetësor. Jemi në kohë fushate dhe, si më thonë, prezantimi i këtyre lajmeve prej qeverisë, prej ministrit të shëndetësisë, mendoj që do duhet të ishte më korrekt në raport me qytetarët, sepse, si më thonë, po lëmë në nënkuptu që fillon zbatimi i sigurimeve shëndetësore. Sepse kjo e ngjashmja ndodhi edhe me kur u miratu ligji në kuvendin e Kosovës. Pra qytetarët mendojnë se po fillojnë sigurimet shëndetësore, e që jemi shumë larg për me fillu sigurimet shëndetësore. Prandaj konsideroj që duhet ketë, si më thonë, një korreksim të madhe në raport me qytetarët, ta kemë të qartë se nuk po fillojnë sigurimet shëndetësore, por vetëm ka filluar, si më thonë, një zbatimi një pike të këtij ligji, pra themelimi i këtij fondi. Kur gjë më tepër. Ky fond ka ekzistuar edhe më herët, ky fond e ka funksionin për rimbursimin e pacientëve ose dërgimin e pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore që shkojnë kryesisht jashtë vendit, pra i pagun koston e trajtimit të pacientëve kaq. Kjo është krejt çka bën fondi. Dhe cila do të ishte thirrja ime në këtë rast është se ky fond tashmë i rithemeluar prej kësaj qeverie, së paku çka do të mund të bënte është ta heq barrën e pacientëve për me gjetë institucionin shëndetësor jashtë vendit për trajtim për sëmundjet të cilat nuk trajtohen në Kosovë. Kjo është një barrë e madhe. Pacientët jo vetëm që përballen me sëmundjen, por po bien edhe viktimë e tregtarëve, të cilat merren me ndërmjetësim të spitaleve, përfaqësojnë spitale të ndryshme kryesisht të Turqisë në vendin tonë. Dhe kjo, si më thonë, bën viktimat pacientët për me përfitu dikush tjetër financiarisht. Dhe çka do duhet bëj ky fond është që të kontraktoj shërbime nga këto spitale dhe pacientët mos kenë nevojë të merren vetëm me këtë çështje, por të shkojnë direkt për trajtim atje. Dhe jo pacientët të detyrohen të marrin profaktura, të marrin 2 ose 3 profaktura për institucioneve të ndryshme,
për ta marrë aprovimin prej fondit për me pastaj pagesën. Është, si me thani, procedurë shumë e mundimshme si për klientin po ashtu edhe për familjarët, mos në raste urgjente. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky fond kontraktoj shërbime prej spitaleve jashtë Kosovës për mundjet që nuk trajtohen në vendin tonë. Kështu madje do ta ulë edhe koston e buxhetit, do ta ulë edhe shpenzimet e buxhetit të shtetit në raport me këto spitale jashtë. Po jarë, unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet që i ndajte me shikuesit tanë, të uroj punë mbar, sukses dhe kujdes nga qend e ndacak në QKUK. Mos na bësh dhe ti viktim. Fatkeqësisht ai qeni Topall është ende në impossible. Po sulmon madje. Edhe po sulmon, uroj mos jesh në mesin e fatkeqësisht personave të cilët janë sulmuar nga qendi Dacak, një problemeve thelbësore më të thjeshta që do duhej të ishte zgjedhur në krahasim me shumë probleme tjera që i ka shëndetësia. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.